Në qytetin e Korçës, festivali Shpirti i Ballkanit çeli edicionin e tij të 7, ku morën pjesë ansamble folklorike nga të gjitha vendet ballkanike. Risia e këtij edicioni ishte pjesëmarrja e shumë bandave muzikore, ndërsa të ftuar special ishin grupet nga Franca. Përveç ansamble folklorik që sjellin vallet burimore të gjithë Ballkanit, një traditë e jashtëzakonshme që ne kemi, do të kemi edhe shumë banda muzikore. Kjo është për herë të parë. Ky festival përashtrihet në 2 ditë, i cili do të sjellë bendet më të mira ballkanike. Në natën e parë një bend që na vjen në një bashkëpunim Tirana, Maqedonia dhe Bullgaria. Ndërkohë më pas do të vijë fanfara e Korçës, që janë një formacion me tundje fantastike, që sjellin një muzikë ballkanike dhe alternative. Gjatë paradës së mbajtur në rrugët e Korçës, ansamblet folklorike nga Shqipëria, Greqia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Mali i Zi dhe Franca dhuruan performanca të jashtëzakonshme, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve të shumtë të qytetit juglindor. Përfaqësoj grupin nga Franca, vim nga provinca e Savojas, fshinja me Italinë dhe Zvicrën. Kemi ardhur këtë vit në kuadër të bashkëpunimit kulturor mes qytetit të Shamberisë dhe Korçës. Në festivalin Shpirti i Ballkanit do të bëjmë një paradë me kostumet tona tradicionale. Synimi i festivalit Shpirti i Ballkanit është promovimi i kulturës dhe vlerave të Ballkanit.